njerëz që kanë jetuar realitetin e madh të pas luftës, Kosova në ngërmadha dhe Kosova e 99-s në ngërmadha, e shkatruar nga lufta dhe Kosova 2021 kur i mori Kurti. Është bë shumë për me ndërtu këtë vend. Është bë shumë e para dhe me çliru, pra ky popull ka dhënë shumë. Po, absolutisht. Ka dhënë shumë për me çliru e para vendin, e pastaj edhe me ndërtu pas çlirimit deri sot. Shikoni çfarë po ndodh sot, Ridvan, edhe në kuptimin ekonomik. Ne jemi duke u largu ekonomikisht prej vendeve të Ballkanit edhe fqinjve tonë. Ishim më afër Shqipërisë në kuptimin e GDP-s per capita para 5-6 viteve, sot jemi më larg. Ishim më afër Maqedonisë në kuptim të GDP-s per capita para 5-6 viteve, sot jemi më larg. Pra po krijohet një hendek në mes nesh dhe fqinjve tonë, sepse ata po ecin më shpejt drejt Evropës, në çdo kuptim, edhe në kuptimin ekonomik, edhe në kuptimin politik. Në vitin 2030, ne besojmë që do të jemi të rrethuar me vende të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe Shqipërinë tonë, e duke përfshirë edhe Malin e Zi. Kurse ne do të mbesim të izoluar. Ska lajm Kosova për kërkesën që ka bërë për statusin e vendit kandidat për anëtarësim. Ne do të mbesim të izoluar për shkak të kësaj politike të 5-6 viteve të fundit. Mos harrojmë, ishim nën sanksione të Bashkimit Evropian dhe u relativizua te masa. E pabesueshme. Me mbaston dikush 6 vite përpara, 7 vite përpara, që në vitin 2025 Kosova do të jetë nën sanksione të BE-s, unë kisha me reagu, isha thonë atij njeriu, je i çmendur. Por ky ishte realiteti. Siç është realiteti edhe me pezullimin e dialogut strategjik. Edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra shqiqoni, domethënë marrëdhëniet Kosovë-SBA, asnjëherë nuk kanë qenë në nivelet e tilla, të ftohta. Të lëkund kjo zogaj, të lëkund të trazon se çfarë po ndodh me shtetin me shtetin realisht. Ti lë manash partit, po. Është e papranueshme. E vetmja urë lidhse e Kosovës me partnerin ton strategjik, SBA, ishte presidenti Osmani. Dhe kjo urë lidhse e cila ishte aty dhe funksiononte shumë mirë, po tentohet të rënohet. E nuk do të lejojmë ne me u rënu urat e bashkëpunimit me SBA dhe nuk e lejon ky popull me u rënu urat e bashkëpunimit me Amerikën. Jemi të bindur. Ky rezultati që ishte deri tani nga nënshkurti 28 dhjetori nuk po tregon kutit votimit që mund të jetë ashtu. Base edhe ju do duhet të ishit ndoshta më të qartë, më aktiv si opozitë në gjithë këto vite zogaj, për ta forcuar tregimin politik mbi opozitbërjen. Keni të drejtë, rezultati i dhjetorit nuk ka qenë rezultati që e kemi prit. Ka qenë shokues, më thonë të drejtën, por tash është krejt tjetër disponim. Dhe qytetarët e Kosovës e kanë pa. E kanë pa kush është bllokuesi. Prej vitit 2021 deri në vitin 2025, shkurt 2025, neve na u kthyen 50.000 mbështetësit votuesit tonë. Dhe në shkurt 2025 kishim një rezultat shumë më të mirë se sa në 2021, shkurt 2021. Në 10 orë ndodhi një gjë tjetër, kishte një lëvizje të votës, por ajo votë tash po kthehet prapë në LDK.